Çfarë pas Ramazanit? Qëndrueshmëria në adhurime. Ditët kalojnë dhe muaji Ramazan përfundon, por vepra e besimtarit nuk përfundon deri në vdekjen e tij. Allahu thot: "Dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vijë vdekja." Pra, punën e besimtarit e ndërpret vetëm vdekja. Agjërimi i 6 ditëve të Shewalit, agjërimi i ditëve të bardha, sunetet e rregullta, leximi i Kur'anit, namazi i natës, namazi i vitrit e të tjera. Janë adhurime të vazhdueshme. Fitimtar të vërtet janë ata që Ramazanin e llogarisin periudhë për të bërë të dashur adhurimin dhe për ta kalitur shpirtin në adhurim, e jo veç periudhën e caktuar për të përfituar shpërblime. Pranimi dhe refuzimi. Treguesi që tregon për pranimin e një adhurimi është të vazhdohet pas tij me adhurim. Sa i shëmtuar është nënçmimi që vjen prej mëkatit, pasi kishte krenarin e veprave të mira. O Allah, lartësona me adhurime dhe mos na poshtro shkaku i gjunahut. Zemrat e tyre i kanë plot frikë. Abdulaziz ibn Ebi Rawad, Allahu e mëshiroft, thoshte: "E arrita kohën e tyre, pra të gjeneratave të para të drejta, kur përpiqeshin në vepra të mira e pasi vepronin, brengoseshin sa do të pranohen veprat e tyre apo jo. Ai që ka frikë për veprën e tij, a do të pranohet, përpiqet në adhurim dhe nxiton në vepra të mira." Kështu e komentoi pejgamberi alayhis salam ajetin, dhe që kur japin, ato që japin, zemrat e tyre i kanë plot frikë. Sa ata janë që agjerojnë, falen dhe japin lëmosh. Megjithatë, kanë plot frikë se veprat nuk do të pranohen. Allahu thot: "Ata nxitojnë të bëjnë vepra të mira dhe për këto punë janë të parët." Mos u bëj si filani. Pejgamberi alayhis salam i tha Abdullah ibn Amrit radiallahu anhu: "Mos u bëj si filani i cili ngrihej për namaz nate e më pas e braktisi atë. Mos u bëj si filani i cili e falte vitrin vazhdimisht e pastaj e lë anash. Mos u bëj si filani i cili e lexonte Kur'anin në Ramazan, por pas Ramazanit e braktisi. Mos u bëj si filani i cili falej në rreshtin e parë, pastaj vinte i fundit në xhami. Dhe mos u bëj si ai i cili e ushqente të varfrin dhe ndihmonte nevojtarin, pastaj i la ato." Agjërimi i 6 ditëve të Shewalit. Kush e agjeron muajin e Ramazanit dhe atë e pason me 6 ditë nga Shewali, është një lloj sikur të ketë agjeruar tërë vitin. Kush e agjeron muajin e Ramazanit, është sikur të ketë agjeruar 10 muaj, dhe agjerimi i 6 ditëve të Shewalit pas Fitr Bajramit është sikur të ketë agjeruar 2 muaj. Kështu plotësohet 1 vit. Lejohet agjerimi i 6 ditëve të Shewalit pa shkëputje apo veç e veç brenda muajit Shewal. 6 ditët mund të agjerohen kurdo brenda muajit Shewal, prej 2 Shewal, pra dita e 2 e Bajramit, e deri në ditën e fundit të muajit. Nuk ka problem nëse ditët e Shewalit agjerohen ditën e shtunë dhe të diel. Të kompenzohen ditët e mbetura të Ramazanit para se të agjerohen 6 ditët e Shewalit. Apo, çdo agjerimi vullnetar tjetër është më mirë dhe më parsore, sepse më shpejt e largon përgjegjësinë. Praktikimi i agjerimit vullnetar pas Ramazanit ka shumë dobi, ndërto plotësimi i shpërblimit të agjerimit për 1 vit. Agjerimi i Shewalit dhe i Shabanit janë si sunetet e rregullta para dhe pas namazit farz. Kompenzohet mangësia që ka ndodhur në agjerimin farz të Ramazanit. Gati e pamundshme është të mos ketë ndonjë mangësi në agjerim. Praktikimi i agjerimit vullnetar pas Ramazanit
është shenjë e pranimit të tij, inshallah, në dashur Zoti. Është një lloj i falënderimit të Allahut për mirësinë e agjerimit të Ramazanit. Më e mira për gruan është të nxitoj me agjerimin e Shewalit para se t'i vinë menstruacionet. Nëse për ndonjë arsye nuk mundet t'i agjeroj brenda muajit Shewal, i lejohet t'i agjeroj ditët e Shewalit në muajin Dhulqa'de, i cili vjen pas muajit Shewal. Disa dietarë thanë, nuk e ka shpërblimin e njëjtë agjerimi i 6 ditëve të Shewalit në muajin Dhulqa'de, sikur agjerimi i tyre në Shewal. Megjithatë, shpresohet për atë grua që ka pasur arsye të fitoj shpërblimin mbështetur në hadithin. Kur robi së mundet apo është udhëtar, atij i shkruajnë shpërblimet sikurse të ketë qenë vendas dhe i shëndosh. Kompenzimi i ditëve të mbetura të Ramazanit për gruan është borxh ndaj Allahut që mbie mbi supet e saj, andaj i jepet përparësia agjerimit të ditëve të mbetura para ditëve të Shewalit, sepse kështu e kryen më shpejt borxhin dhe është më e sigurt. Farzi është më i dashur tek Allahu. Nxitimi në kompenzimin e ditëve të mbetura është më i lehtë për shpirtin. Ai është mësuar me agjerim dhe në ato ditë ka ambient agjerimi. Shkaku i atyre që i agjerojnë 6 ditët e Shewalit. Gruaja e cila ka ditë të pa agjeruara prej Ramazanit të mëhershëm, i jep përparësi agjerimit të atyre ditëve para agjerimit të ditëve të pa agjeruara nga Ramazani i fundit. Lejohet agjerimi i ditëve të bardha dhe i ditës së hënë dhe të enjtë, nëse ka pasur zakon, me një jetë të përbashkët me 6 ditët e Shewalit dhe kështu shpresohet t'i arrijë të dyja shpërblimet. Atij që i kanë mbetur ditë nga Ramazani të pa agjëruara dhe dëshiron t'i agjerojnë në ditën e hënë dhe të enjtë apo në ditët e bardha, lejohet t'i agjeroj, por me niyet për agjerimin farz. Nëse ka pasur zakon t'i agjeroj këto ditë me vlerë, shpresohet ta marrë shpërblimin e agjerimit farz dhe shpërblimin e agjerimit vullnetar. Mirësia e Allahut është e gjerë. Agjerimi i 6 ditëve të Shewalit është nga agjerimi vullnetar i përcaktuar. Andaj, ai që do të arrijë shpërblimin e saj, do të bëjë niyetin natën. Nëse bën niyetin gjatë ditës, agjerimi i tij është në rregull. Por si agjerim vullnetar i përgjithshëm dhe jo agjerim i 6 ditëve të Shewalit, nëse paraprakisht nuk ka vepruar diçka nga gjërat që e prishin agjerimin. Shpërblimi në këtë rast e merr prej momentit që fillon me agjerim. Ndërsa për agjerimin e ditëve të mbetura nga Ramazani, niyeti patjetër duhet të bëhet natën, deri në kohën e imsakut, sepse është agjerim farz.